Jenish, Nazarko është duke thënë që Trumpit intereson tani mbyllja e kësaj lufte. A ka vërtet interes Shëba, thoni ju, për ta mbyllur luftën tani? Shiko. Dhe në këtë gjendje që ka shku lufta, ha? Ja, kjo është pyetje, domethënë. Zëdhënësia e Shtëpisë Bardh para pak minutash në një deklaratë, një komunikim me gazetarët, e cilat duhet thënë që ishte një nga këto konferencat për shtyp shumë e tensionuar, gazetarët pothuajse e masakruan. Ju po flisni për konferencën edhe në para 24 orësh. Po. Para 24 orësh. Dhe çfarë po thonte? Midis të tjerave, çfarë tha? Dhe bashkohem me zotin Nazarko që palët duan ta mbyllin këtë historinë. Çështja është që secila palë do ta mbylli duke cilësuar veten e vet fitimtare. Normal, dali fitimtare. Dhe çfarë tha? Ne kemi vrarë, kemi eliminuar të gjithë leadershipin politik dhe të gjithë leadershipin ushtarak. Dhe regjimi ka ndryshuar. Faktikisht kjo është pjesë e propagandës. Regjimi nuk ka ndryshuar. Do me thënë, një lloj si shtot doktori këtu të ne që çdo javë përmbysë dramën. Sigurisht, ka ik. Ndërkohë, kush është debati që po bëhet? Me shku me bërë të ngjaj pak me Venezuelën. Po patjetër. Thash që është pjesë që secili do të gjejë atë kauzën e vet që janë fitimtari unë, nuk diskutohet, se ky është problemi. Po debati i madh që bëhet është kjo, zoti Rakipi. Pse erdhëm në këtë pikë? Luftrat bëhen për të fituar, zoti Rakipi, nuk bëhen për të tërhequr. Dhe ne duhet ta themi këtë. Shtetet e Bashkuara të Amerikës nuk e arritën dot objektivat, nuk themi dot që se mbysin në regjimin, nuk e dominojnë regjimin, po është tjetër gjë pushtimi, tjetër gjë ndryshimi i regjimit dhe tjetër gjë thyrja e regjimit. Sigurisht që Shtetet e Bashkuara janë fuqi botërore, dhe nuk diskutohet, nuk mund të krahasohet ushtarakisht. Megjithatë, mënyra e luftimit ka ndryshuar dhe Irani tregoi që ka kapacitete të pafundme goditje. Godet çdo ditë Izraelin. Izraeli ka rënë në imazhin e gadishur dhe të gjithë botës si një fuqi e paprekshme. Dhe kjo është humbje shumë e madhe. Më i humbur për mua, më i humbur nga gjithë thuaç Izraeli. Qartë, do flasim. Izraeli ka jetuar me këtë Izraeli. Po ku gaboi? Flasim me kam më vetë. Ku gaboi? Kush është problemi kryesor? Jo. Që bëhet debati që bëhet sot në Amerikë. Do të thënë ju keni idenë, jo, që të mos kemi shpërqendrim për shikuesin. Do të thënë interesi i Shtetit Bashkuar të Amerikës për ta mbyllur luftën tani është i detyruar, sepse dështojnë arritjen e objektivave. Është i detyruar thua ti që Shtetet Bashkuara janë dështuar. Po pra, dështojnë në objektivat dhe nuk të lën koha ta vazhdosh atë luftë edhe për shkak të atyre arsyeve që tha zoti Nazarko. Janë zgjedhjet, është kriza madhe globale, destabiliteti i rajonit, rreziku për të kaluar për të precipituar një konflikt akoma më të rëndë. Janë vende të rrethuar nga fuqi bërthamore dhe tham edhe thash edhe në fillim terës, nuk është nevojë të kesh armë bërthamore, po kanë tecet. Momentin që goditen tecet është një lloj si Çernobili, është me 10 milje ndikimi pastaj, bëhet një katastrofë jashtëzakonshme dhe zgjat me vite të tëra. Ata ka dhënë impiantet e shkrypëzimit, që ata më të tmerrshme akoma, se ata nuk jetojnë dot pa ato. Ato krijojnë një krizë uji që është merr për gjithë gadishullin, edhe për Iranin vet. Megjithatë, debati që po bëhet për ta mbyllur këtë pjesë zoti Rakipi është kjo. Shtetet e Bashkuara gabuan në vlerësimin e Iranit apo gabuan në kapacitetin e vet? Ato gabuan në kapacitetin e vet, ashtu sikur se gabuan edhe në vlerësimin e Iranit. Irani është pranuar nga gjithë, i surprizoi. Askush nuk ishte menduar që Irani kishte prodhuar këtë kontingjent raketash që përdori ditët e fundit, që nuk i ka asnjë lloj sistemi kundërajror. 100 milion njerëz sot. Po pra po. Bëjmë me Maduron tani, se sistem. Jo, ajo skema Maduros se kemi thënë që ditën e parë sulmit që nuk funksionon. Po çështja është kjo, që Shtetet e Bashkuara gabuan në vlerësimin e kapacitetet veta, sidomos për menaxhimin e Hormuzit dhe për hapjen e Hormuzit. Do ngutesh atoja që gabuan se është ende herët për ta bërë bilancin? Nëse unë po them se çfarë debati bëhet sot në Shtetet e Bashkuara të Amerikës, se ne jemi goxha larg, domethënë, po nëse Shtetet e Bashkuara të Amerikës do kishin arritur të rrëzimin e regjimit, gjithçka do kishte mbaruar dhe nuk do kishte nevojë për të ulur në tryezën e tavolit e bisedimeve. Nuk u arrit thyrja e regjimit, po themi, se Irani është gjë e madhe, shteti është gjë e madhe. Regjimi në Venezuelë nuk është rrëzuar, por ama ata kanë arrit objektivat. Sepse erdhi, shiko, që t'jemi korrekt, zoti Nazarko, se ne jemi munduar që t'jemi pa anshëm dhe t'jemi racional, nuk jemi njerëz politikan. Edhe Maduro kur ishte në pushtet, para se ta rrombenin, i kishte ofruar gjitha këto zgjidhje presidentit Trump, po presidenti Trump kishte nevojë për një krekosje botërore. Kjo është e vërtetë. Sigurisht, kisha nevojë që tregonte që unë e bëra me detyrim, jo se ma toleroj këtë. Se po ajo zëvendës presidente është, nuk ka ndryshuar asgjë. Po, por atje ka shkuar ambasada amerikane,
po i ndërprit ndihma Kubës, po bie Kuba, Tjetër, janë rikthyer kompanitë amerikane te nafta, por nuk është ndryshuar. Ky është debati i madh që bëhet sot. Ndryshimet dhe luftrat që bën perëndimi liberal demokracit zoti Rakipi, se këtu e ke dëshirën liberal demokracit. Bëhen për cjell demokraci apo çfarë? Nuk ka liberal demokraci, nuk ka demokraci. As në Irak nuk erdhi, as në Afganistan nuk erdhi, dhe as në Iran nuk ka qenë ky qëllimi. Ka bërë përshtypje zoti Gjinishi dhe zoti Nazarko që Trump përpiqet të përdorë deklaratat e tij se lufta po mbyllet për të ulur çmimin e naftës. Po edhe bërë pastaj kalojnë teori konspirative këto një pjesë, që shumë gjëra bëhen në funksion të pasurimit të njerëzve, që duke sikur i dinë çfarë do thotë, duke sikur sigurisht e dinë se çfarë do thotë Trumpi pas kaq orë. E përmendi zoti Nazarko në fjalën e tij që një nga problemet më të mëdha, madhore po themi, globale të kësaj lufte, se lufta rajonale sidomethënë, domethënë, është problemi ekonomik. Dhe zoti Nazarko përmendi Wall Street Journal dhe media tjera amerikane, gazetat tjera amerikane kanë qëndruar fort te kjo pjesë, sepse menjëherë pas deklarimit të presidentit Trump, edhe për 48 orëshin, por edhe për këtë 5 ditësit, ka pasur një ulje të menjëhershme të bursave, dhe kjo është një nga efektet më të mëdha që u vu re për herë të parë në 11 shtator. 11 shtator, një nga krizat e para që ndodhi pak minuta, që ishte goditja e bursave. Dhe mendohet që Presidenti Trump kërkoi të frenoj rritjen e çmimeve sepse shkoi fuqia 120, një fuqi naft, 120. Po dizeli shkoi shumë më tepër, po thosë po shkonte 2 fish për ton. Dhe ajo dha një efekt menjëhershëm nëpër bursa, ra bursa. Tani kemi fundjavën përpara dhe bursa mbyllet kështu ndjel domethënë, dhe në një farë mënyrë fjalimi i presidentit Trump ose kjo ofertë e zbuti një farë i dha krizë, çliroi nga frika kompanitë të mëdha, edhe transaksionet. Nëse do vazhdoj kështu, sigurisht që do stabilizohet, po nëse do kemi precipitim, jemi po themi që lufta po mbaron dhe Shtetet Bashkuara të interesuara që lufta mbyllet tani. Po larg qoftë, ekziston mundësia për shkallëzimit luftës dhe hyrjes së SBA-ve me trupa? Shiko, gjatë nesër, pas nesër, ose po themi më mirë të premten, mbërrin kontingjenti i trupave që vinë nga Japonia. Dhe më thëmë bëhet fjalë për 2500 trupa që i bashkohen, një 50.000 trupave, 40-50.000 trupa që kanë qenë në Gadishull në gjithë bazat amerikane. Këto janë trupa elit, marinsat elit që po vinë, dhe ideja ishte që këto mund përdoren edhe për hapjen e Hormuzit, por edhe për harajin, për atër ishullin e madh që ku kalon dhe ku tregtohet 90% e gjithë energjisë, gazit dhe naftës iraniane.